Me këtë recetë do t'i largoni qimet në fytyrë për 15 minuta. Largimi i qimeve të padëshiruara në fytyrë nuk ka qenë kurrë kaq i lehtë dhe kjo fal vetëm 2 përbërësve. Për të arritur një gjë të tillë ju duhet vetëm qumësht dhe xhelatinë. Përzieni 1 porcion xhelatinë dhe 2 porcione qumësht. Përzieni të 2 përbërësit mirë me njëri tjetrin dhe më pas merreni dhe vendoseni në mikrovalë për plot 15 sekonda. Më pas merreni maskën dhe aplikojeni në të gjithë fytyrën tuaj, duke aplikuar 2 deri në 3 shtresa nga kjo maskë. Lëreni atë që të thahet plotësisht dhe më pas largoheni nga fytyra juaj. E gjitha kjo procedurë merr afër 15 minuta kohë dhe rezultatet do të jenë të mahnitshme, prandaj pse të mos e provoni dhe të ngeleni të mahnitur nga rezultati që do të keni.